Ish-presidenti Ilir Meta ka reaguar ashpër nga paraburgimi duke cilësuar atë akuzën ndaj tij si një fabrikim politik me urdhër të kryeministrit Edi Rama dhe kreut të SPAK Altin Dumani. Në një postim në rrjetet sociale, Meta flet për një fushë të organizuar desinformimi që synon ta lidh me çiftin Meta Kryemadhi, të cilën ai thot nuk ekziston më as juridikisht prej një viti. Ai ironizoi faktin që në akt akuzën e 27 majit ende figuron si i martuar dhe mohon çdo përfshirje në veprime të palishme, duke theksuar se as në Shqipëri dhe as në SBA apo Gjetk nuk ka kryer ndonjë akt të tillë. Meta shton se gjithë e vërteta do të dalë në gjykim dhe akuzat do të çmontohen për një proces që duhet të jetë i hapur për publikun. Ish-presidenti distancohet dhe nga veprimet e familjarëve, duke sqaruar se fëmijët e tij janë në moshë madhore dhe s'nuk ban përgjegjësi për kushërinjt, përfshirë dhe njërin prej tyre që sipas tij ka qenë mik i agentit të FBI-s Charles McGonigal. Ai ironizoi procesin ndaj McGonigal, i dënuar me burg, duke pyetur nëse letërporosia për të është dërguar apo po vonohet nga që është nisur me notë. Meta mbyll reagimin e tij duke falendëruar avokatin Kujtim Sakrani për mbrojtjen që e cilëson si parejmore dhe të shkëlqyer, ndërsa akuzoi SPAK-un se po vepron në shërbim të pushtetit.